përmendin Bashkimin Evropian, ndërkohë që kemi një skandal shumë të madh si kundër është ai i Pardit. Lë shenjë për shembull, se dua ta kuptoj. Lë shenjë një eksperiencë e caktuar e Bashkimit Evropian, që mbetet si një dhënë e caktuar, shumë e rëndësishme aty, një njollë e zezë aty. Lë shenjë tek procesi në vetvete kur arrin te kjo pikë? Patjetër, më shumë se shenjë, pra fakti që ka ndodhur, ka pasur abuzime, më problematike është mënyra dhe koha e reagimit, sepse abuzime ndodhin kudo, vetëm sot kishte një lajm që Agjencia e Greqisë e mbështetjes bujqësisë kishte pasur sot një kontroll nga autoritetet europiane. Pra këto ndodhin por nuk ka arritur deri në bllokim aty, ndryshe nga ne. Kemi një hap përpara. Është e rëndësishme, sepse tregon që vendi merr masat, e trajton problemin dhe bën të mundur zhbllokimin e fondeve. Dhe këtu shoh pak vështirësi, vonesa që janë kosto në fundit dhe të bëjnë që në projektimet e ardhshme të kesh më pak fonde për fermerët, gjë që ka një ndikim drejt për drejt e këta. E qartë. Gledis, edhe një detaj të fundit që është jo më pak i rëndësishëm në fakt. Është shumë interesante pjesa që kemi organizuar, pra qeveria jon ka organizuar konferencën për investimet e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Nga kjo konferencë, në fund, mësojmë që, dhe nga von der Leyen e kemi mësuar këtë, se 2 fabrika të mëdha të inteligjencës artificiale do të investojnë nga Bashkimi Evropian në Ballkan, por jo këtu. Një në Serbi dhe një në Maqedoninë e Veriut. Thënë këtë, pse edhe një herë tjetër Shqipëria nuk ka arritur të marrë të thithë asnjë investim? Çfarë do duhet të kishte bërë? Do duhet të kishin parashitur një projekt konkret? Çfarë ndodh? Gjithë projektet e sotshme në forum ishin partneritete të biznesit privat, një pjesë dhe fonde apo kredi europiane, por kryesisht janë iniciativa të biznesit privat. Dhe mesazhi von der Leyen ishte pikërisht për bizneset europiane të vinë të investojnë në Ballkanin Perëndimor, sepse për pak vite do të bëhet fjalë për një treg 500 milion banorësh, jo tregu i kufizuar i Ballkanit Perëndimor. Dhe po për të pasur këto investime do duhet që dhe klimat jetë pozitive dhe mbështetje të ketë incentiva nga institucionet publike apo lokale, si dhe përgatitja e infrastrukturës ligjore, institucionale, infrastrukturës gjithashtu që të jetë e përshtatshme, sepse dhe investitorët sigurisht kanë mundësi të zgjedhin në rajon ato vendet që ofrojnë regjime më të mira, më pozitive për bizneset e tyre. Dhe këtu do duhet kemi një orientim më të mirë se në cilën fushë do duhet të investojmë, sepse kërkon investime, qoftë burime njerëzore, qoftë financë, për të qenë konkurrues me rajonin. Ishte kjo e sotmja një mundësi, nëse do të kishim klimën, do të kishim seriozitetin dhe gjithçka tjetër, konferenca si kjo e sotmja, këtë dua të kuptoj unë. Konferenca e sotshme tregon se çfarë është përgatitur gjatë këtyre muajve dhe sigurisht që në momentin që ka vendet rajonit që po investojnë në AI, në teknologji digjitale, sigurisht që duhet të kemi më shumë vëmendje për të bërë më konkurrues, sepse ndryshe nëse një vend shkëputet, krijon atë ekonominë e dur, atë masën kritike, është shumë e vështirë më pas ta konkurrosh. Pra në këto hapa duhet të jemi shumë agresiv dhe shumë aktiv në thithjen e këtyre fondeve dhe krijimin e lehtësirave të dura për të rrequr këto biznese. Gjua jote zyrtare dhe diplomatike më pëlqen, duhet lexuar në rreshta në fakt për të ndalur tek problematika. Gledis, faleminderit, ishte shumë kënaqësi të të kisha në komunikim. Kënaqësi gjithashtu.